pas 13 vitesh martesë, thot vjera në ka qitë prej shtëpia. Edhe unë prapë ftova për Bajram, po kjo kur nuk knaqet. Allahu shpërbleft për burnin tane që e ke ba, edhe që e mundu me afru. E themi, në Islam nuk është pa tjetër me marrë se cëllë njerë edhe me përqafe edhe me aputh durët edhe kam deri sa e të knaqet. Ne kemi obligim me qenë të drejt me gjithë se cëllën e me adhon hakin atë sa meriton aj. Të drejt, mos më bozullon kërkuj, me adhon me vunë se cëllë njerën në venin e vetë, në pozitën e vetë. Pasaj u knaq apo su knaq aj, nuk është obligimi jone. Dhe më thonë se dikush nuk knaqet me adhon tokën edhe qjellën. Këtë rast e ke thirë, e ke ftu. Alhamdulillah, ke kry borxhin. Pasaj vjen, a shtramon të rritë, a busqesh, është problemi saj. Ju nuk i fol një fjalë që si u kanë hije, si musliman, mundoni me nejtë normal, edhe me busqesh, mos më vrejt ajo ftes si kur loj hakmarja, po thjesht ftes Bajrami. Pasaj, nëse dënë më ardhë, ajo mirë, nëse s'dënë më ardhë, problemi saj, nëse dënë me kesh, problemi saj, s'dënë me kesh, më knaq, s'dënë më knaq, këtë është problemi saj. Ju kryejnë obligimin, prandaj të mbajtja lidhe farefisnore është obligimi joni, mos më u bozullum të tjerëve dhe në rastet caktuara mi ftu ose mi u shku. A knaqen ajo, ti s'ki qa me ba. Allah të rujtë.